Në këtë ditar qendror, ju sjellim bisedën ekskluzive me drejtorin e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Arsim Idrizi, i cili do të na flet për problemin e fundit të krijuar me mos përdorimin e maqedonishtës në një nga prononcimet e tij. Bisedën e zhvillon kolegu im, gazetari Recep Çamili, i cili do të tentojë të merret dhe përgjigje tjera rreth statusit të punësuarve në këtë institucion dhe a do të marrin rroga apo jo. Recep, është fjala për ju. Faleminderit. Pa humbur kohë, mirëmbrëma dhe mirëseerdhje i themi drejtorit inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Arsim Idrizi. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta dhe faleminderit për mundësinë e dhënë. Isha skeptik se do të pranoni ftesën për të ardhur, por ja vlen për t'ju përgëzuar për guximin për të ardhur dhe për të sqaruar të gjitha dilemat të ngritura ndaj jush bashkë me mua. Pra, tani, mos u friksoni këtu lirshëm flisni Shqip, pasi që është një program 24/7 në gjuhën Shqipe, e arritur me shumë sakrificë, mund dhe rezistencë, ndër vite dhe dekadash ma konkretisht nga kolegët e mi të cilat disa janë të pensionuar, disa të ndjerë, e disa akoma vazhdojnë të japin kontributin e tyre, ndërsa rasti juaj konkret e tregon pikërisht këtë se duhet luftuar për përdorimin e duhur të gjuhës Shqipe. Pra, ajo që mund t'ju garantoj unë këtu, në këtë moment, se askush nuk do t'i qurtoj juve nëse flisni vetëm Shqip. Respekt për gjithë ata që kanë dhënë kontribut për avancimin e gjuhës Shqipe, besoj dhe shpresoj se edhe ne të njëjtën gjë po e bëjmë në secilën sekond të punës tonë, edhe vlerësoj se deri në fund të mandatit do të jetë gjithçka në rregull me zbatimin e gjuhëve. Më korrigjoni nëse jam gabim, por jeni drejtor i parë i cili në këtë mënyrë ka marrë një të themi karton të verdh, nëse mund ta quaj kështu, nga kryeministri, për ata se pse rastësisht ose jo, do ta sqaroni ju tani, nuk keni folur maqedonisht. Pra, si shpjegoni këtë situatën e fundit të krijuar? Çështja e deklaratës dhe gjithë asaj që ndodhi pas asaj, fatkeqësisht u keqpërdor dhe u zmadhua pa nevojë, gjë që është vetije e BDI-s, e cila po munduhet që në çdo detaj të krijojë pasqyrë të paqen. Kush ju keqpërdori? Unë kam komunikuar shqip, edhe do të vazhdoj të komunikoj shqip, edhe ishte kjo edhe përgjigje edhe në bazë të asaj pyetjes së parë. Kam komunikuar dhe do të vazhdoj të komunikoj shqip, absolutisht jo, se po të isha friksuar nuk e kisha marrë këtë detyrë. Po pse atëherë dje nëse nuk jam gabim në a më lejoni të lutem sa shumë e rëndësishme. Mirë, po kam komunikuar edhe maqedonisht edhe vazhdoj të komunikoj mbas të nevojës edhe në gjuhën maqedone. Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet multietnik. Po. Dhe kjo na bën diversiteti etnik janë edhe vlerë e shtetit tonë. Po zotëri Idrizi, kush ju keqpërdori në këtë mënyrë? A u keqpërdorët nga gazetarët, apo thjesht ishte një rastësi që ju folet vetëm Shqip, se nuk mundëm ta kuptoj logjikën se kush ju keqpërdori. Ju thoni BDI-ja e ka keqpërdorur, por kishte reagime gjithandej. Pra u quhet kryeministri vëlla karton verdh. Unë si drejtori i inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, përkujtesem për çdo gjuhë që përdoret në Republikën e Maqedonisë dhe punoj edhe veproj në bazë të ligjeve ekzistuese, kurse ligjet nuk i sjellin unë. A ishte thjesht një keqkuptim ose një rastësi që folet vetëm maqedonisht, apo u keqpërdorët nga gazetarët, sepse ju dje përmes linjës telefonike i thatë gazetarës i kërkoni falje për kishte keqkuptim? Absolutisht jo, as keqkuptim, edhe ajo ka qenë ajo lidhje nuk ka qenë korrekt, do më thonën që nuk e kanë nxjerrën komplet, pa e kanë nxjerrë prej kontekstit, gazetares maqedone, i cilit me diu mishte. Pa ajo e nisi. I kam thonë se unë kam komunikuar shqip, mirë, por nuk e kam pasur me qëllim për shembull që të degradoj ose diçka tjetër gjuhën maqedone, po punoj mbas ligjeve dhe të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë ju dëgjoj, po akoma nuk mund të arri në përfundim se si arritëm deri në këtë pikë që kryeministri i këtij vendi që t'i shqiptoi
një vërejtja, mund të quaj kështu, një vërejtje drejtorit të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, i cili nuk ka folur vetëm maqedonisht, nuk ka folur edhe për skaj Shqipës edhe maqedonisht. Pra, ju nuk jeni thjesht, këtë dua të them, ju thjesht nuk jeni drejtori, thjesht i do një ndërmarrje komunale. Pra, jeni drejtor për përdorimin e gjuhëve. Kjo, çka i bjet? Kjo i bjet nëse ju dëshironi tani dhe keni madje edhe në si detyrë, mund të inspektoni edhe këtë televizion se respektohet gjuha Shqipe, po, edhe ose gjuhët e etnive tjera. Pra, si mundet, nuk ishte mënyrë tjetër? Unë kisha një bisedë edhe me kryeministrin dhe aty rom dakord se gjithë shka ka qenë në nxjerrur prej kontekstit dhe çfarë ju tha në telefon? Do me thonë ne punojmë gjithmonë punojmë mbas ligjeve dhe kushtetutës. E nuk e di unë çfarë ju ka thonë juve, po ai në deklaratën para mediave tha se nëse e përsërit një gabimin e njëjtë, pra nuk flisni dhe maqedonisht, ju do të shkarkoni. Unë do të flas shqip, a për pyetjet e kryeministrit ju lutem drejtoren e atij. Pra keni marrë garancë se nuk ka problem? Unë flas shqip, edhe vazhdoj të komunikoj shqip. Shpëtua të parën herë, a mund të themi kështu? Shpëtua të parën herë, por edhe sa gjatë... Krejt kjo është egzagerim mediatik. Jo, ne jemi këtu si servisi publik për të sqaruar. Nuk ju drejtova ju, do thënë, po krejt kjo është shpëtua që mor karton të verdh, karton të kuq, krejt këto vinë jeni të parët. Unë brenda karrierës time 18 vjeçare, unë nuk kam dëgju. Kemi pasur raste në të kaluarën kur disa ministra në të kaluarën, zëvendësministra, nuk e kujtoj bashkë mirë, kanë folur maqedonisht, po të ju të flisni shqipe dhe mos dilni të themi patriot, ju nuk e di kush e ka fajin që e kthik shumë mbrapsht. Pra jeni të dëmtuar. A e quani veten sikur të ofenduar? Absolutisht se unë e di se çka punoj, si veproj, edhe gjithë kjo situatë, domethënë duke pas parasysh situatën që gjendet inspektorati për përdorimin e gjuhëve, i cili është tash 6 muaj pa rroga. Po, do bisedojmë edhe për këtë. Dhe unë me ekipin tim po munduhem që sa më shpejt ta gjejmë zgjidhjen për këtë çështje. Po, do bisedojmë. Do thotë nuk janë të nevojshme këto komente dhe nuk kanë qenë as to tema të hapura për shkak se na pengon në realizimin e qëllimit tonë të statusit të inspektoratit. Edhe një pyetje për të sqaruar këtë punën e politikës. Edhe para herë kaluat. Tani edhe sa gjatë e shihni veten si drejtor në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve? Po në sozat kësaj kishte deklarata me 99% se unë do të shkarkohem, ja edhe pas seancës qeveritare në prapë të flas në cilësinë e drejtorit. Shpëtua të para herë, por dhe sa gjatë përafërsisht? Me maqedonishtën apo me shqipën? Apo me të dyja bashkë? Unë mendoj se do të jem drejtor për shkak se e punoj punën me nder, e punoj punën me përkushtim, edhe mendoj se do ta vazhdoj mandatin deri në fund. A diskriminohen shqiptarët në këtë vend apo jo, zotëri Idrizi? Në çfarë aspekte? Në shumë aspekte, ja, duke filluar edhe në aspekt të përdorimit të gjuhës shqipe, që jo rastësisht, apet nuk e kuptova, ju rastësisht nuk folet maqedonisht, apo thjesht keni problem me shprehurit se nuk është gabim me thon. Pra, apet nuk e kuptoj. Ndajë. Unë po e përsëris dhe ripërsëris. Do të thotë unë punoj mbas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Dhe mua ligji më mundson që unë të shprehem në gjuhën shqipe. Mirë po, pa janë shkaluar edhe kolegët tonë. Që i bjet në të ardhmen do të keni përkthyer, do të folni maqedonisht? Mënyra se si do të jetë në të ardhmen, t'ja lojmë kohës, tash për tash të fokusohemi në këto temat aktuale që janë, të ju lutem. Tani diskriminohen shqiptarët në këtë vend një pasqyrim, një përgjigje thjesht si mendoni ju? Po tash në cilësinë e të shkojt, për shembull se diskriminimi është si definicioni i gjerë, edhe ku po e asocion pyetjen, do thotë. Pyetjen në aspekt të zbatimit të ligjit të gjuhëve. Të përdorimit të gjuhëve, okej. Atëherë ligji për përdorimin e gjuhëve ne punojmë mbas të këtij ligjit, edhe inspektimet në inspektorat i bëjmë mbas të këtij ligjit. Në Maqedoni, nëse ju intereson, ka institucione që e zbatojnë ligjin e gjuhëve. Po, më intereson. Ka që nuk e zbatojnë edhe ka që pjesërisht e zbatojnë. Pikërisht këtu, sa inspektime dhe gjoba keni shqiptuar deri tani? Është shumë e rëndësishme për opinionin që këto që po i thu të ndohen në 2 periudha. E thash edhe me një media tjetër më duket. Domethënë deri tash që po flasim, domethënë duhet ta ndajmë periudhën
korrekt dhjetor të vitit 2024 dhe janar dhe këto deri tash që po flasim. Ja, deri tani deri sa jemi këtu. Mirë, po tash duke i pas parasysh të problemet financiare, problemet e funksionimit të inspektoratit. Është bllokuar pak inspektimet, janë bllokuar. Absolutisht. Nuk mund ne të flasim tash për inspektime dhe për Për atë arsye, a keni sinjale se ndoshta po, disa institucionet e shfrytëzojnë, e po, kjo keqpërdorin nuk do këtë të thotë situatë? se gjatë 6 mujoshit të parë të funksionimit tim prej kur e kam marrë mandatin, ka pas rritje diku nëse s'ka bëj për 34% të inspektimeve për ato 6 muaj dhe edhe shumë lanë janë nisur për në Jemi ka fundja, i kam edhe 3-4 pyetje për t'i kaluar. Pra, 17 të punësuarit, kur do të marrin pagat e tyre? Siç e dim, problemi me pagat në inspektoratin për përdorimin e gjunve pas ndryshimeve të ligjit për administratën shtetërore. Tani, në proces janë, domethënë, në procedurë parlamentare ndryshimet, në momentin që votohen nga parlamenti dhe për këtu. A si do të votohet kur nuk i keni badenterin, pra ligjit për inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, për të cilën nevojitet badenter, e që shumica parlamentare nuk e ka, e BD-ja ka thonë se nuk jep badenterin, si do të arrijnë, dhe sa kohë do t'jenë paroga këto? Prej këtu, u bëj apel të gjithë deputetëve, pavarësisht ngjyrave politike, etnike, nuk e di çfarë, të kenë në konsiderat edhe ato të punësuar në inspektoratin për përdorimin e gjunve dhe të bëjnë ato ndryshime ligjore që të mundësohet të punësuarve të marrin rroga sa më shpejt. Sa muaj u bonën? 6 muaj pa rroga? Kemi hyrë në muajin e 6. Ju keni marrë rrogë? Jo, absolutisht. Ajo shkon në blok si drejtori dhe gjithë punësuar. 17 plus 1. Po. E bie kështu. Pra rroga nuk ka, as për ju, as për të punësuarit. Ligjit nuk i shihet fundi nëse e kuptoj mirë. Nga nga tjetër, nuk ju lënë të flisni vetëm shqip. Pra, a ja vlen të qëndroni... Po ja na po flasim shqip. Po ne flasim shqip, po me qortime publike. Ndëgjë, atë janë krejt në kodër të politikave. A ja vlen që të qëndroni në këtë pozit? Pa rroga, të kufizuar me të folurin? E po atëherë sakrifica është më e madhe se gjithë këto që i përmende. Keni nevojë për punësime në inspektorat? Po, sigurisht, do të thotë edhe në kodër të pyetjes për inspektime, do me thonë, neve na duhet edhe shumë inspektor gjaqësisht të punësuar në inspektoratin me përdorimin e gjunve, për shkak se nga ato 17 që i përmendëm, vetëm 8 janë inspektor që bëjnë inspektimet në teren, dhe këto i mbulojnë, do me thonë, të gjithë vendet që duhet me bëjnë inspektime dhe shumë pak. Besoj edhe shpresoj se në një kohë të afërt pas këtyre prioriteteve që janë tani, do zgjidhet edhe kjo çështje shumë shpejt. Kjo është plan A me miratimin e ligjit për inspektoratin për përdorimin e gjuhëve. Ka plan B nëse helbete nuk kalon me badinter, nuk sigurohet në votat. Ka plan B? Do thotë krejt çka i takon te funksionimi, te këshillat, te drejtimet e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, ne i kemi bën dhe jemi munduar me i dhënë ndihmë edhe deputetëve, prandaj edhe ka ardhur kjo çka ishte takimi me grupet parlamentare në Kuvendin e Republikës Maqedonisë. Për planet A, B dhe C, do me thonë ato duhet ta dinë, mirë po pa u zgjatur shumë, mendoj se kjo është esenciale se në fundja ato meritojnë rroga. Ato punojnë për ato rroga. Po dhe sa mundemi të themi për këtij momenti se do marrin rrogën? Kur, për sa? Se është në fazë. Sa është në dorën time, se po të ishte në dorën time, duhet ta lusni BD-n për badinter. Afat nuk është punë lutje. Unë mendoj se nuk duhet të politizohet kjo gjë në korrekt të dikujt tjetër. Jo, duhet të marrin rroga se 6 muaj dhe asun nuk puni pa rroga. Absolutisht, u përgjigje, domethënë i luz deputetët nuk duhet të politizohet kjo gjë në korrekt të 17 punëtorëve. Fare për fund, derisa gjendeni në këtë status quo, nuk më treguat, a ka institucione të cilat ju i nuhasni se ndoshta e keq përdorin këtë status quo të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve për të mos zbatuar ligjin për përdorimin e gjuhëve? Nuk e mendoj ata, nuk e mendoj për shkak se edhe pse jemi në këtë gjendje, jemi munduar prapë të bëjmë disa inspektime, prapë jemi në kontinuitet me punën, domethënë nuk janë që janë bllokuar të gjithë punët dhe ne po flejmë, institucionet munden me bënë çka duhen duke shfrytzuar këtë status quo. Po. Faleminderit që ishit pjesë në Ditarin Qendror. Faleminderit shumë, respekt. Të nderuar teleshikues dhe Nora, unë me kaq e përmbylli intervistën për sot.